Mitologjia greke është shruajtur më gjerësisht se çdo mitologji tjetër e lashtë dhe njihet në mënyrë të gjithanshme, fal burimeve të shumta të lashtësisë klasike, ndërkohë që mitologjia romake tani më është rikonstruktuar duke u nisur nga burimet e pseudohistorisë së Romës së lashtë. Njohuriu të shumta ekzistojnë për mitologjinë e lashtë indiane dhe atë iraniane. Kjo e fundit në gjendjen e reformuar nga Zoroasta. Mitologjia e gjermanike u regjistrua qysh në shekullin e 9. Do me thënë para krishtërimit të popujve të atyre vendeve ose në një kohë kur sapo kishte filluar ai proces konvertimi fetal, andaj dhe mund të besohet se regjistrimi i shmangur ndikimet eroduse të ideologjisë së krishterë, ndonse aspektet e saj mitologjie pogane që binin në kundërshtim të hapët me atë ideologji ju nështruan redaktimeve rrënjësore. Përveç kësaj, të dhëna nga epoka para kristiane për mitologjinë e popujve gjerman, ka sjellë Jules Cezari dhe Taciti. Të dhënat e mitologjisë së lashtë të popujve balt u nxorën fillimisht nga Prusia e vitit 1326, si dhe nga mitologjia e tyre sotme. Situata për popujt e tjerë të familjes indo-evropiane është dhe më e pafavorshme. Shumë popull indo-evropian hynë në erën e krishterët para se të arrinin të shkruanin gjuhën dhe mitologjinë e tyre. Kështu për shembull, mitologjia kelte dele shkruar kryesisht rreth vitit të 111 të erës sonë. Tradita gojore irlandeze që u shkrua qysh në shekullin e 6 thuajse u zhduk gjatë sulmeve të vikinëve. Mitologjia e lashtë slave është nxjerrë nga burimet kronkanale mesjetare, si dhe nga mitologjia e sotme slave. Ndër popujt indo-evropian që kanë mbijetuar etnikisht deri në ditët e sotme, mitologjia e ilirëve është me sa duket ajo që njihet më pak e që është studiuar më pak, dhe vështirësitë për rikonstruktimin e saj nuk janë të zakonshme. Mitologjia ilire u zhvillua nga njëra anë mbi bazën e mitologjisë indo-evropiane dhe nga ana tjetër mbi bazën e besimit të popullsisë mesdhetare, që ardhësit indo-evropian gjetën në Ballkanin Perëndimor. Kështu mitologjia ilire do të pasqyronte në mitet e veta dhe ndryshimet etnologjike, sociale, ekonomike dhe politike që ndodhen në shoqërinë e re, rreth 3000 vjet më parë. Rrjedhimisht periudha e zhvillimit të asaj mitologjie zgjati rreth 2000 vjeçar, nga koha e formimit të etnosit ilir deri në periudhën e krishtërimit të Ilirisë. Burime të shkruara lidhur me besimin dhe mitologjinë ilire ekzistojnë vetëm për më pak se gjysma e periudhës së evolucionit të saj, nga shekulli i 5 para erës sonë deri në shekullin e 5 të erës sonë. E ndodhur në një nga vatrat e hershme të mëdha të qytetërimit mesdhetar dhe botror, shoqëria ilire pati marrëdhënie këmbimi të dyantshme me qytetërimet klasike të Greqisë dhe të Romës, por në ato popull të tjerë indo-evropian, si Trak, Dakët, Myzikët e Keltët, fillimisht të përkohshëm, mbas edhe me Baltët, siç duket se duan të thonë se kondokackat gjuhësore shqiptaro-balte e ndërmjet botës greko-romake edhe me qytetërimin e lindjes së afërme. Nga sa u parashtrua, mitologjia ilire duhet parë si një mitologji bie mitologjisë së përbashkët indo-evropiane, të zhvilluar në bazë të modelit gjenetik, në ndikimin e një sër faktorëve të tjerë mitologjik dhe jo mitologjik, indi-evropian dhe jo indi-evropian. Kur themi se mitologjia ilire u zhvillua në bazë të një modeli gjenetik nga mitologjia e përbashkët indi-evropiane, larg çdo thjeshtimi dhe idealizimi, ne kemi parasysh vetëm se struktura e saj bazë ka prejardhje në mitologjinë indo-evropiane, që u zhvillua rreth 6000 vjet më parë, në një rajon ende të pa identifikuar me siguri, por ka shumë të ngjarë në stepat e euroazatike. Modeli gjenetik nuk është dedukuar ka konsiderata të përgjithshme, sidomos nga konsiderata lingustike të cilat i bien ilirishten dhe shqipen si vazhduese të drejtpërdrejtë të saj, të prejardhur nga burimi i përbashkët të pro-indo-evropianishtes. Sot ne kemi në dorë një sër paralelesh të mitologjisë shqiptare me mitologjinë e popujve të tjerë, që gjeografikisht gjenden aq sa larg, sa këto paralele nuk mund të shpjegohen as me modelin e shpikjes së pavarur.